Flaka e çdo qiririt të ndezur mbrëm është një akt kujtese, një dritë për shpirtin e njerëzve të pafajshëm që humbën jetën mizorisht. 81 vjet më parë, në 1944, nisi gjenocidi mbi popullatën e pambrojtur shqiptare. Në Çamëri, gjyshër e gjyshe, nëna e baballar, fëmijë fare të vegjël u vran pas një mëshirë. Në fund të kësaj fushate të përgjakur, mbi 5.000 civil shqiptar mbyllën syt nga sulmi i ushtrisë greke, të drejtuar nga Napoleon Zerva. Ende dhe sot, historia fshihet dhe bota hesht. Ende dhe sot, të larguarit me dhunë nuk lejohen as të vizitojnë fshatrat e tyre, mbetur në Greqi. Nuk lejohen të shohin pragjet e shtëpive të tyre, varret e të parve, të derdhin një pikë lot. Kaq kërkojnë, drejtësi dhe një pikë lot, jo hakmarrje. Flaka e këtyre qerimve do të qëndrojë ndezur për shpirtin e tyre.